الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Që do të thot, o ju të cilët keni besuar, le ta shikon secili prej jush, o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe le ta shikon secili prej jush se çka ka përgatitur për ditën e nesërme, pra për ditën e gjykimit, wattaqullah, dhe keni frikë Allahut. Jemi në ditën e parë të vitit 2026, ku njerëzit e kanë festuar ndoshta ndrrimin e motit, ndrrimin e vitit. Dikush i lumtur, dikush i vetmuar, dikush me shoqëni e kështu me radhë, po shumë pak prej neve e kemi llogaritur veten tonë dhe ta shikojmë se çka kemi përgatitur për ditën e nesërme. Omeri radiallahu anhu thot: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veten e juaj para se të llogariteni. Pra llogaritni veten e juaj në këtë botë para se të vijë dita kur të llogaritemi tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Secili prej neve është mirë që të llogaritë veten e tij, qoftë çdo ditë, qoftë në javë apo në vit, po bile gjatë jetës tonë të mundohemi të llogaritmi veten tonë se çka kemi vepruar, sa i kemi kriju urdhërat ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, sa jemi largun nga ndalesat që na ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala, sa jemi ruajtur nga zullumi dhe padrejësia, sa i kemi kry të drejtat që i kemi ndaj të tjerëve, ndaj prindërve, ndaj gruas, ndaj fëmijëve, ndaj shoqërisë e kështu me radhë, sepse kur e llogarit njeriu vetveten e tij, se fjala llogarit ndaj vetvetes është qortim i brendshëm i çdo personit që ndalon nga rruga e pastrimit, dashurisë dhe sinqeritetit. Pra, kur ta llogarit njeriu vetveten e tij, do të thotë është të qortu brendsinë e tij nga çdo pengesë, e cila pengesë e ndalon njeriu nga sinqeriteti dhe nga veprat e mira. Pra, çdo njeri prej neve kemi mangësi të shumta. Dhe për fat të keq, shumica prej neve mirremi me mangësitë të tjerëve dhe kemi harruar mangësitë tona. Kur është shpitur Hasan al-Basri, rahimahullah, përse nuk të shohim duke u marrë me tmetet e tjerëve, ai tha: jam i zënt me tmetet e mia dhe nuk kam kohë të mirë me të tjerëve. E për këtë është mirë që njeriu ta qorton brendsinë e tij, vetveten e tij për mangësi që i ka, për urdhrat të cilët nuk i ka kry, për shembull 5 kohët e namazit. Llogaritë veten tënde, ai ke fal gjatë vitit rregullisht 5 kohët e namazit. Ai ke agjëruar Ramazanin këtij vitit. Ai ke kry haxhin nëse ke pas obligim, ai ke dhënë zakatin nëse ke pas obligim. A ke mësuar diturinë islame, a ke mësuar të tjerë diturinë islame, a ke vepruar sipas asaj që ke mësuar e kështu me radhë. E kjo është llogaritë ndaj vetvetes. Më mirë të llogaritmi veten në këtë botë para se të vijë dita e gjykimit, se atëherë është shëmbuar dhe nuk ka kthim mbrapa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: i zgjuar është ai që mposht egon, epshin dhe merr në llogari vetveten dhe përgatitet për atë që vjen pas vdekjes. Pra ai kjo është njeriu i zgjuar, pra i cili e mposht, e lufton egon e tij dhe e llogarit veten për të ardhmen dhe përgatitet për ditën e gjykimit, për atë që do të vijë pas vdekjes, se me të vërtetë është një ditë
Është një llogari e madhe, është një llogari e drejtë, ku ditë nuk i bën pa drejtësi askujna, e për këtë njeriu duhet të jetë i zgjuar muslimani dhe ta mposht egon e tij dhe ta merr në llogari veten e tij dhe të përgatitet për atë që do të vijë para vdekjes. Pastaj thot, ndërsa mengjelihet, është ai që ndjek epshat e vet dhe i mban shpresë tek Allah që ta falë. Pra është mengjelihet ai muslimani i cili e ndjek epshat, dëshirët e tij dhe i mban shpresët se ndoshta Allahu ma fal. Allah është falës, Allah është Rahman, është Rahim, është Ghafur, është El-Ghaffar, falë Allah subhanahu wa ta'ala. Por muslimani do të jetojnë këtë botë me shpresave dhe frikës, pra të krijnë urdhrat e Allah xhaleshan dhe të shpreson në mëshirën e Allahut, të ruhen nga gjunohet, nga mëkatet, duke i pas frikë dënimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ashtu do të jetojnë bejnë el-khaufi wal-raja, pra mes frikës dhe mes shpresave tek Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa te vdekja, në çast e vdekjes, më shumë do të anoje ka shpresa e Allah subhanahu wa ta'ala, sepse në momentet e vdekjes shejtani me ato hilet e tij, me mashtrimet e tij, mundohet njeriu nga frika e vdekjes ta devijon, ta mashtron dhe të largon nga dini Allah subhanahu wa ta'ala. E për këtë duhet ne që në momentin e vdekjes, çka të bojna, më shumë të anojna ka shpresa dhe mëshira Allah subhanahu wa ta'ala. E për këtë, pejgamberi alayhis salam në këtë hadith po na mëson se muslimani i zgjuar është ai i cili lufton epshin e tij dhe e merr në llogari veten e tij dhe përgatitet për atë e cila vjen pas vdekjes. Ndërsa mengjelieti është ai i cili e ndjek epshin e tij dhe çka bën, i mban shpresë e gatat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush i mban shpresët e gatat e Allahut subhanahu wa ta'ala duke mos vepruar, duke mos u kapur sebebet, ai njeri shumicën e rasteve humb. Pse? Nuk e fal namazin duke shpresuar mëshirën e Allahut, hajt se Zoti më fal. Nuk i krijnë urdhrat e Allahut, hajt se Allahu është falës, mëshirues. Bandën i gjuna, thot hajt se Allahu është falës, e kështu me radhë duke jetu me shpresë dhe gata tek Allah subhanahu wa ta'ala, mundet të devijoje. Ne dim se Allah është mëshirues, është falës, por muslimon duke i kri urdhrat e Allah dhe duke u largu nga ndalesat e Allah subhanahu wa ta'ala, me shpresë që Allahu ta fal dhe me frikë që Allahu mos ta dënon për lëshimet që i ka bën. Pra ai që i kërkon llogari vetes nuk e lën atë merret me gjërat të kota të kësaj bote, por angazhon veten e tij me punë të mira dhe qërton për mos plotësimin e frikës ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Pra kështu duhet të vepron besimtari, sidomos në kohët tona ku njerëzit më të madhe janë dhënë mas dunjos, janë të dhënë mas dunjos, muslimanët e sodit shumica prej tyre merren me festet e të tjerëve, merren me sende që nuk janë islame, jo vitiri, jo kjo tjetra, dhe i kanë lënë festet islame, e kanë lënë rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala nga mashtrimet e shejtanit dhe nga ndjekja e epshit e nefsit. E ndjekja e nefsit, Allah xhaleshan thon Kur'an, inna nafsa la ammaratun bisu. Me të vërtetë nefsi, epshi apo egoja gjithmonë anon ka e keqja. Nëse na ju bindemi egos ton apo epshit ton, ajo gjithmonë na çon në të keqe dhe kështu do të humbin dunjë dhe në ahiret. Imam Ahmed al-Rifai rahimahullah ka thonë, si rezultati frikës lind llogaria ndaj vetvetes. Pra njeriu kur i ka frikë Allah subhanahu wa taala, çfarë rezultati arrin ta llogaritë veten e tij. Pra kur ti ke frikë Allahut, e merr në llogari veten tënde. Dhe si rezultati i llogarisë lind mbikëqyrja. Pra kur njeriu llogarit veten e tij, pastaj lind, çka lind? Të kujdeset se çka të vepron, çka mos të vepron, çka të han, çka mos të han, çka të flet, çka mos të flet, e kështu me radhë, dhe si rezultati i mbikëqyrjes lind vazhdueshmëria dhe shqetësimi me Allahun. Dhe njeriu pra kur e llogarit veten e tij dhe kujdes për veten e tij, në fund çka lind vazhdueshmëria dhe shqetësimi me Allahun. Pra vazhdimisht ju bindet Allahut dhe vazhdimisht është i zënë me bindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi alayhis salam i edukonte shpirtërisht shokët e tij
duke u mbjell në shpirtat e tyre qortimin e mbrëmshëm. Pra gjithmonë edukoi kështu pejgamberi alayhis salam sahabët e tij që të kenë kujdes që vazhdimisht ta kontrollojnë veten e tyre, ta qortojnë veten e tyre në brendsinë e tyre, që mos ta ndjekin epshin, sepse thamë me ngjehlieti e ndjek epshin e tij, ndërsa i zgjuari është ai i cili e mposht epshin e tij. E pejgamberi alayhis salam për këtë vazhdimisht ta mundoi që u mbjellë shokët e tij qortimin e mbrëmshëm. Siç transmetohet se njëherë ka dalë pejgamberi alayhis salam i uritur nga shtëpia dhe e takon Ebu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhuma, të cilët ata kishin dalë nga uriqja e madhe nga shtëpitë e tyre dhe kuptoi se ata janë në të njëjtën gjendje si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe takuan një prej ansarëve, dhe ky ansari i ftoi si misafir në shtëpinë e tij, se e pa se pejgamberi alayhis salam është i uritur, Ebu Bekri dhe Omer janë të uritur, dhe i ftoi në shtëpinë e tij që të hajnë disa hurma dhe të pinë disa pije të ftohta si misafir. Dhe kur mbaruan, pejgamberi alayhis salam tha: "Kjo është prej mirësive për të cilat do të pyeteni dhe gjikoheni ditën e gjykimit." Pra pse ishin në gjendje të vështirë pejgamberi alayhis salam me disa sahabët e tij Ebu Bekri dhe Omeri, dhe gjetën dikon që i hape me hangër hurma, jo siç na jemi mësuar sot me lloksuese, me ushqime të ndryshme, hurma ju ka dhënë me hangër, edhe ujë të ftohtë të pinë. Pejgamberi alayhis salam prapë u kujtoi shokët e tij që mos t'i harrojnë këto se janë mirësitë e Allahut, dhe tha: "Kjo është prej mirësive për të cilët do të pyeteni dhe gjikoheni në ditën e gjykimit." Pra nuk kjo është ta qortojmë vetveten mbretësinë tonë, edhe pse ndonjëherë gjejmë diçka të mirë, një ushqim të mirë, prapë mos ta harrojmë se për këtë do të japim llogari në ditën e gjykimit dhe do të pyetemi për këto të mira, se nga i fituat dhe në çka i shfrytzuat. E për këtë, kjo tregon se pejgamberi alayhis salam gjithmonë i ka mësuar shokët e tij shpirtërisht që ta qortojnë brendsinë e tyre, vetveten e tyre, edhe nëse ndonjëherë kanë pak jetë si lloksues, një jetë të mirë, por mos të harrojnë se është një ditë ku do të japin llogari tek Allah subhanahu wa taala. Pra me llogari ndaj vetvetes njeriu kupton se nuk ka ardhur kot e kot në këtë botë dhe se pa tjetër do të kthehet te Allahu. Pra kur të ndajmë të llogaritmë në veten tonë, e kuptojmë se në këtë botë nuk kemi ardhur kot e kot, nuk kemi ardhur vetëm me hangër, me punu, me pi, edhe me jetu një jetë luksuese dhe ukri, por duhet ta kuptojmë se këtë botë kemi ardhur: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", thot Allah Taala, nuk I kam kriju njerëzit dhe gjindet për diçka tjetër përveç se të më adhurojnë. Pra të adhurojmë Allah subhanahu wa taala, kjo është qëllimi jon I ardhjes tonë në këtë botë, dhe nuk ka qëllimi jon në këtë botë vetëm me hangër me pi, sepse janë disa qera krijesa të cilët e dimë se në këtë botë nuk kanë asnjë përgjegjësi, ato jeta aty është me hangër me pi. Një ditë ngordhin apo vdesin, ditën e gjykimit do të bëhen dhej edhe ukri për to. Ndërsa njeriu, njerëzit dhe gjindet në këtë botë I ka kriju Allah subhanahu wa taala që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, ta besojnë, që bindën Allah, të krijnë urdhrat e tij dhe të largohen nga ndalesat që I ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Pra me llogari që ndaj vetvetes tonë e kuptojmë na se në këtë botë nuk jemi kot e kot të ardhur, por në këtë botë jemi që një ditë të kthehemi tek Allah me dhënë llogari për këto të mirët që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Elusim Allah subhanahu wa taala të na I falë gabimet tona, na mëshiron ndër tokë, mbi tokë dhe në ditën e gjykimit. Elusim Allah subhanahu wa taala të na I përmirëson gjendjen tonë, që ndihmon ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kudo që janë këto vështirësi që u lehtëson, të sëmurit të shëron, të ndarët të bashkon, dhe lusim Allah subhanahu wa taala që kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.